Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, jenë në podcastin Mesut Shabani. Bëni subscribe. Miqtë mi, shirat e shumë që ranë në Tetov, kuptohet, si për herë kur ka pasur, frika nga vërshimet ka qenë prezente. Dhe u dëshmua. Sot, dolën lumet nga shtrati i tyre. Ajo për cilën tetovarët nuk mund të ja falin, është se 5 vite në pushtet, Bilal Kasami nuk arriti që ta rregulloj atë që quhet lumi poroj, baza e tij. Dhe unë kam reaguar sot me një shkrim, por bazën e kisha edhe unë te një qytetar i cili nga zemra e plasur e tha një të vërtet. Lumi duhet rregullohet pinalta, jo këto në fushta. Fush po, gjatë gjithë trases duhet rregullohet. Ta dëgjojmë. Ujti atmosferik kur do shkruaj? Pa mos më rro rake por të pushë që jashtë marrë të qi. Po çfarë problemi është nuk ka pa përpara punë e ujtit tërtuohet, mos anë atmosferik. Mos anë më rrota të bani. Që vetë mushën këta në shtetë që bëu kona. E në arë të metën, e në të rëpërshën i matanë në fund që kanë problem këtë shtaja, ku ka hinë, nëse pashë shta ku e ka punar, nuk e ka pat vendi. Okej, pra të themi se nga zemra e plasur, njerëzit kanë edhe arat nga të cilat edhe jetojnë. Kishte drejt ki Axha, ki zotnia, por unë kam befasuar më tepër, pra unë për shkak të reagimit e këtij kam reaguar. Dhe dëgjoni pak për një minutë dy të ndalem pak me Bilal Kasami. Unë nuk e kuptova sot Bilal Kasami çfarë kërkonte atje. Pjesa, nëse kërkonte se është atari i komunës së Tetovës, duhet ishte nalt. Pjesa ku ishte ajo veç i takon më qarkorës së Tetovës, apo deshte që të luajë rolin e babës. Është në qeverinë e Vlen. Me Vlen. Dhe komuna e Zhelinës e ka nën kontroll Treboshën dhe Pollaticin, jo Bilal Kasami. Po pasi kryetari i komunës së Zhelinës është pacient i Bilalit, atëherë okay. Mirë po, pse doli? Unë nuk e kuptova se mund të zgjidhë diçka. Dje buqit i protestuan para komunës dhe thanë, kokë dinari nuk na ka lëshuar nga ajo që kemi pësuar do me vitin e kaluar. Kokë dinari. Nuk është okej për ne të dëgjojmë edhe pak Bilalin. Po ka paraqitje për dome në fshatin Trebosh dhe rrezik për njëjtën në fshatin Pollatic ku po ashtu ngrirje tokës me ujë ka vërë që në për disa podrume të shtëpive të dalë ujë. Po pra, ikja nga realiteti, fajn, e ka shtrati i lumit poroj, që kur fillon atje dhe deri kur përfundon këtu në fushat. Unë kam jetuar në fshatin Trebosh dhe e di rrezikun. Si fëmijë i vogël shumë. Më shumë tremshëm prej lumit që vjen nga poroj se sa nga arushat. Jo, asgjë tjetër. Por ja, unë çfarë vërejta. Flasim për moralin, angaria e firmave nga poroj, përveç komunës së Tetovës dhe ministra mund të parandaluarin vërshimet këtu e 5 vite. Çfarë bëri Bilali 5 vite? Kur gjë. Bastioni Bilal Kasamit pra, poroj dhe lumi poroj, non stop kur ka shira i vërshon fusha dhe një pjesë e fshatit po ashtu vërshohet. Bilal Kasami 5 vite është në pushtet. Nuk po e zgjidh këtë problem. Po ashtu edhe me datën 27 muaj 6 vitit 2024 pati vërshime. Nuk tha se vitin 2025 u zgjidh, nuk tha as tash 26. Nëse kompanitë nga poroj kanë marrë rreth 90% të tenderëve në Tetov për 5 vite, ato kanë jo vetëm kapacitet financiar e teknik, por edhe përgjegjësi publike më të madhe se të tjerët. Por këtu ka di çështje të ndara, jemi të rrallë. A duhet ata të rregullojnë shtratin e lumit për bashkëfshatarët? Jo, automatikisht jo. Firmat private nuk punojnë me vullnet, por me kontratë. Nëse rregullimi i shtratit të lumit nuk është pjesë e projektit, nuk ka urdhër pune nga komuna apo shteti, atëherë ligjërisht nuk janë të detyruar të bëjnë falës. Por, nëse rruga drejt Jashtëzincës ka bllokuar jetën natyrore dhe si pasion përmbytet zona në Trebosh dhe Pollatic, kjo është dështimi i projektimit ose zbatimit, jo fatkeqësi natyrore. Nëse kompanitë kanë përfituar vazhdimisht nga tenderet publik, ato duhet të jenë të parat që reagojnë për të korrigjuar problemin, qoftë për përgjegjësi ligjore apo morale. Në fund,
Nuk është çështje nga cili fshat është firma, por a është bërë projekti si duhet dhe a dëmtojnë qytetarët. Nuk ka deri tash për lumin dhe shtratin e lumit Poroj. Nëse po, dikush duhet të mbajë përgjegjësi. Do ishte gjest i fortë dhe drejt moral nëse kompanitë kontribuojnë vullnetarisht për rregullimin e shtраtit të lumit në Poroj. Sidomos nëse kanë projektuar shumë tender publik në Tetov. E dini, mos përmendni memra. Jo vetëm në ndërtim, por në çdo gjë tjetër. Kanë makineri dhe kapacitet teknik. Komuniteti është i njëjtë nga vinë firmat, pra, bashkëtarë të tyre. Pra, kjo nuk është detyrim ligjor, por është përgjegjësi morale dhe investim në reputacion. Kompanitë që punojnë me para publike jetojnë nga taksat e qytetarëve. Ato tendere për aty mlidhen. Kur ndodh një problem që prek fshatin e tyre veçanërisht në Poroj, reagimi vullnetar do të tregonte seriozitet dhe respekt ndaj komunitetit. Praktikisht çfarë mund të bëjnë? Pastrim dhe thellim të shtratit të lumit me makineritë që kanë, hapje të kanaleve të bllokuara, ndihmë emergjente kur ka rreshtë të mëdha. Kjo do të kushtonte më pak se sa një projekt i madh, por do të fitonin besim afatgjat. Në fund, pyetja është e thjeshtë dhe logjike. Nëse keni fituar shumë nga një qytet, a duhet i ktheni diçka kur ai qytet ka nevojë, kësaj radhe fshati juaj do e plotësonte këtë? Moralisht po. Moralisht po. Pra, unë vazhdoj për të madhe dhe firmave të shumta nga Poroj të cilët kanë kontribuar, se ato normal se kur kanë marrë tendere dhe kanë bërë punë, por kanë eruar fshatin e tyre. Një shtrat dhe njëri, një shtrat të lumit. Nuk është okej, por ne vazhdojmë më tej. Pra, unë për atë dhe thash, ta qërëm një punë, nuk kam kur gjë kundër Bilal Kasonit, ta bëj mandatin e kryetarit të komunës, unë do i ri gaditu. Dhe, dë ndalem pak edhe në diçka tjetër. Sa fesitja si të tërhiqet nga opinioni. Sot, tash në mbrëmje, unë e kam nga një portal Maqedonas Veçer, që është afërt me VMRO, ata thonë kështu. Në Tetov i averbuan kamerën Safesitit. Pa kam edhe foton, hinë në telegram.com, këtë do e gjeni. Pra, një Safesitit që kanë hedhur, themi si dollakë i nusës të bardhë, një mbulesë të bardhë. Këtë është për pompozitet, për reklam dhe për gjindshmëri. Dhe ja se çka mendojnë të tjerët, jo. Pra, bloku tjetër, braqet të Krishterska Republika. Një përpjekje e pazakon për të shmangur gjobat e trafikut u regjistruan në Tetov pasi një person i panjohur mbuloi kamerën nga sistemi qyteti i sigurt me një copë leck me qëllim që të parandalonte regjistrimin e shkeljeve. Në vend që të ulte shpejtësinë ose të respektonte rregullat e trafikut, dikush vendosi ta menaxhonte në një mënyrë tjetër, të bllokonte fizikisht kamerën që regjistron automatikisht shkeljet. Me këtë veprim pajisja pengohet të kryej funksionin e saj. Tash dëgjoni me vëmendje. Edhe pse lëvizjet e tilla shpesh komentohen në rrjetet sociale me një dozë ironie si shkatësi, nga pikpamja ligjore bëhet fjalë për pengimin e veprimeve zyrtare, të cilët mund të kenë pasojë. Kujdes njerëz, kujdes. Dikush u ka fotografuar apo u ka parë dhe u nguliti nga një dënim të madh. Bile mund të ketë edhe vepër penale 3 deri në 6 muaj burg. Pra kujdes shumë, vjen shumë keq gjendshmëri dhe vërtet ishte në gjitha portalet në bllokut Maqedonas. Okej. Sepse dikush mezi se pret mizën ta bëj bollicë. Buxheti i shtetit edhe ashtu është bosh të lesë dhe mëja duhet mbushet. Dhe e mbani mend para disa ditëve se si transportuesit këto kamionxhit e bllokuan kufit hyrje dalje të Maqedonisë. Dhe askush nuk na e tha nga fillimi se për çfarë bëhet fjalë, derisa sot Këshilli i Evropës nuk u deklarua. Dëgjoni për çfarë bëhet fjalë. Pra, Këshilli i Evropës ka hedhur poshtë kërkesat transportuese nga Ballkani Perëndimor. Transportuesit e rajonit janë para kolapsit dhe bllokada. Dëgjoni me vëmendje. Gjithë kjo muhabet u bë për shkak se transportuesit nga vendet e Ballkanit Perëndimor janë drejtuar Komisionit Evropian për gjetur një kompromis lidhur me kufizimin e qëndrimit të transportuesit të madhur në zonën Schengen. Pra, veç asaj, unë si qytetar mund të rri 90 ditë, më tepër jo, në zonën Schengen. Këta duan më tepër se 90 ditë të rinë. Jo, thot Bashkimi Evropian. Sipas raportimeve, ky vendim pritet të shkaktojë protesta të reja dhe bllokada të pikave kufitare e porteve, pasi transportuesit pretendojnë se rregullat e reja do t'i nxjerrin nga tregu. Pra, BE-ja i ka kthyer prapë kërkesat e tyre. Transportuesit kishin propozuar që shoferët profesionistë të pajisën me viza të veçanta ose që koha e tyre e tranzitit në përbërje të mos llogaritet si kohë qëndrimi. Por Këshilli i Evropës i cilësoi këto kërkesa si të pamundërta dhe në kundërshtim me rregullat e Schengen. Normal. Atje nuk ka se ky është shqiptar, ky është maqedonez. Gjithë janë të barabartë. Çka vlen për Zvicranën, vlen për italianin, gjermanin e kështu me radhë.
Zyrtarët evropian ishin të prerë se shoferët duhet i përshtaten rregullit 90-180, i cili lejon qëndrim në BE për maksimum 90 ditë brenda një periudhe për 6 muaj. Pra, përfaqësuesit e transportuesve paralajmëruan se zgjidhja e ofruar nga Këshilli i Evropës, pajisja me vizë vetëm për qëndrim mbi 90 ditë në një shtet specifik, do të nxiste ikjen e shoferëve drejt kompanive evropiane dhe do të detyronte firmat rajonale të zhvendosin bizneset e tyre në BE. Ata theksojnë se në rregullat që hyjnë në fuqi në fillim të prillit për shkak të pritjeve të gjata në kufi, do të mund të punojnë vetëm 10 ditë në muaj, duke bërë plotësisht jo konkurrues. Meqense Këshilli i Evropës ka refuzuar çdo ndryshim të qëndrimit, transportuesit pritet të dakordohen për forma të reja proteste në ditët në vijim. Miqtemi, kjo është realiteti, pra. Nuk është ajo që thot Mickovski se tek doje. Dhe të ndalem në deklaratën e ushtruesës së detyrës kryetar shteti në Bullgari, Jotova. Ai doli me një deklaratë mjaft interesante. Tha: Maqedonia do të dribloj të gjitha konventat ndërkombëtare, plus pikat që duhet të plotësojnë DBE-s. Do që pikën futjen e bullgarëve, që është e para, ta lejë në fund. Nuk mundet. Ne i ofrojmë Maqedonisë afat deri në qershor. Atje është përfundimi. Pas qershorit shohim e bëjmë. Nuk sqaroj se çka do bëjmë. Dhe atë që Arben Taravari sonte thoshte se mund të ketë zgjedhje, unë logjikova mund të jetë e bazuar edhe në këtë. Sepse Bullgaria është pjesë e BE-s, nuk është jashtë BE-s. Dhe ajo ka të drejtën e vetës. Dhe Maqedonia prap do ngelim në klas. Pra gjatë gjithë se kohës kanë munduar që të driblojnë Bullgarin, mirë po edhe pse ajo tha për nxjerr Mickovski mesazhe të reja nga Minihy për çështjen me Bullgarin. Nuk kam asgjë tjetër për të shtuar, vetëm se do doja që përsëris edhe një herë. VMRO DPMNE dhe LSDM-ja u mbytën tu akuzuar njëra tjetrën kush sa pare ka marrë. LSDM-ja thot për VMRO 77 tendera i kanë dhënë një firmës tashmë e re. Në vlerë 17 milion euro. Babaxhana. Ndërsa VMRO thot e kanë për populizëm e kështu me radhë. Por do doja t'ju sjell një pamje tjetër mjaft interesante. Me rastin e spitalit modelar, cila nuk le rahat familjarët dhe opinionin, ja se çfarë thot ВМРО-ja сонте. Почитувани, излеза на виделина поврзаноста на Филипче и Заев со бизнисот со марихуана. Фирмата ЦБД Медплат до село Борисово на Тони Котев, на која и беа запленети 30 тони дрога, добива одобрение од владата за одгледување марихуана за медицински цели во 2020 година. Во тој период Филипче е министер за здравство и тој лично ги одобрува лиценците за одгледување на марихуана, што значи дека не само што се знае и соработувал со Тони Котев, туку и му помогнал да го почне и работи овој бизнис. Дека Филипче заедно со Заев цврсто се бореше за овој бизнис, говори и фактот што силно се заложуваше марихуаната да се користи и за лична употреба. Ај што подржуваше легализација заедно со Заев, ај што даде 50 лиценци на лица блиски до него, Заев и СДС, туку и се залагаше за експорт на цветот од канабис. Затоа ли во 2023 година власта на СДС го промени правилникот за одгледување на канабис, за да може да им врви бизнисот и на Заев и Филипче. И дополнително, колкава сума требало да добие ова криминално дуо. Затоа, потребно е јавното обвинителство да ја истражи поврзаноста на Заев и Филипче со дрогата. Ви благодарам. Në ndërkohë, LSDM-ja kërkoi një sqarim. Баш и како што кажавте на крајот, за ДПМН нема ништо свето. И во состојба си да злоупотребуваат човечки животи се со цел за да прават дефокус. Бидејќи од ДПМН гледаме и во денешните наши излагања, гледаме во изминатиот период, немаат одговор на ниту едно прашање и прават класичен дефокус на јавноста од битните теми. Дали имаме одговор како поминат 5 тони дрога преку граница? Vërtet kjo tash nuk jam me LSDM-n, por LSDM ka të drejtë këtu. VMRO-ja ka të drejtë lidhur me atë se Filipçe përgatitje në shkruaj dhe miratoi specifikacion teknik pa mos pasur të drejtën komplet të materialeve.
Thot se përket funksionimit të Filipçit si ministri i shëndetësisë dhe asaj që ata po deklarojnë, para se gjithë është mirë që publiku të përgjigjet se si gjatë krizës koronavirusit në Republikën e Maqedonisë, e cila në atë kohë po përballet me krizën më të dobët dhe gjatë së cilës kishte 10 mijëra viktima të koronavirusit në përballë, në vend që të kryente funksionin e ministrit të shëndetësisë dhe të kujdeset për qytetarët, ai kujdes se si të siguronte një komision përmes Bankës Shtetërore për prokurimin e vaksinave kundër virusit, plus shtesë. Ajo që kemi si informacion, tha VMR sonte, është se është hapur një procedurë në prokurorin publike për këtë çështje rreth specifikimit teknik dhe asaj që është zbatuar gjatë asaj periudhe në spitalin modular në Tetov, ku pati 4 viktima, për fat të keq të gjithë ishin shqiptarë. Nuk është okay, por ne vazhdojmë më tej. Dhe shqiptarët e dini çfarë bëjnë? Merren me shqiptarët. Sonte në mbrëmje ka deklaruar Denion Mejdani, ambasadori shqiptar, një deklaratë mjaft interesante. Thotë për të gjithë që pyesni, pse janë hedhur në sulm këto ditë, apo që keni shtuar çfarë kanë këta. Ka disa që janë mërzitur sepse në momentin më kritik për çështjen heshtën, si në fakt kanë heshtur gjithmonë. Ka disa që janë mërzitur sepse tani për shkak të pozitave që marrin duhet të shkojnë çështjen deri në fund dhe duket qartë se është një tang dhe vështirë mes palëve. Disa të tjerë të penguar nga frika nuk gjejnë të forcën e sigurisë për të reaguar ndaj atyre që duhet. Ka disa që i pengon ritmi i Shqipërisë dhe pesha që e mbar. Disa të tjerë i pengon vetë drejta dhe rruga e mbar. Ka disa që çdo gjë e maten me interesin personal dhe them për të janë të zëshëm. Ka edhe nga ata që kanë vështirë të hapin zemrën dhe mendjen për të dashur vlerësuar të tjerët. Dhe diku brenda tyre në një pozitë ka mbetur ende një mendësi e vjetruar e ngecur tek e shkuar, udhëhequr me shumë nga mërzia e marrëzia sesa nga vetë arsyeja. Dhe pastaj ka edhe nga ata që bëjnë vetëm klikime. Gjithkusht këta janë shumë pak dhe kauza nuk jam. Duhet të jem e kurse si s'kam si të jem unë. Ne që jemi shumë që vetëm me të drejtën përpara dhe për mua kaq mjafton vetëm përpara. Shkretit çfarë nuk i tha Zeqeria Ibrahimit, çfarë nuk i tha. Okej. Ai s'u mërzit pas para nuk dha, sepse dini, shteti shqiptar nuk mërzitet për njerëzit e vegjël. Tash më dole edhe një lajm mjaft interesant. Si pasojë rreshëve të shëtit të fundit në rrugën e Banjës është regjistruar rrëshqitje dheu. Tash do e komentoj drejt për së drejti. Të tarifi kur ish kryetare e komunës ndodhen një 2-3 rrëshqitje. Gjatë kampanjës në vitin 2021, çfarë nuk i than të besës lidhur me atë se nuk di, nuk bën. Hajde, çfarë është kjo tash? Për 2 muaj, 3 muaj, 2 herë keni rrëshqitje. Hajdeve? Hajde. Për atë, një ditë më përpara do të mlidhen në shkrimet dhe Bilal Kasami të jep dorëheqje, sepse priten edhe katastrofat e tjera, jo natyrore, por lidhur me disa shitje të disa gjërave në qytetin tonë. Nuk ja ka lënë amanet askush, as këtij, as Adnan Azizit. Për fund, unë jam Mesut Shabani, ishit në podcastin Mesut Shabani. Bëni një subscribe.